Drejtor, nesër në Nikodovana, një tjetër sfidë që duhet fituar nga Vllaznia. Po atje një ndeshje mjaft e vështirë me një ekip të fortë dhe e dina që kena një përballje të ashpër që duhet me shku si gjithmonë që kena shku me 3 pikë, qoftë mbrëm, qoftë jashtë kena luajtur gjithmonë për 3 pikë dhe besoj që edhe në Durrës do të shkojmë për fitore. Durrësin e vlerësoj maksimalisht për çdo gjë që ka për ekipin mjaft mirë, por ne shkojmë për 3 pikë. Viti 2026 ka nisur në mënyrë më të njëjtëmundshme për Vllaznin. Do të vazhdojë seria e fitoreve edhe nesër? Unë shpresoj që po, viti 2026 ka nisë mirë, uroj dhe besoj që ta marrim këtë ritëm. Megjithatë, është herët për me folë për objektivat mallor që janë në maj dhe ne do t'i marrim neshe mas neshesh. Unë besoj dhe uroj shumë që të arrijmë 3 pikëshin, por rruga është e gjatë dhe në fund normalisht. Profesor, sa shqetëson stafin teknik luhatit mes pjesëve, stabilitetin në lojë i skuadrës? Unë besoj që gjithë janë të kënaqur për çurinë e drejtanishme, sidomos fillimin e këtij viti për skuadrës, por ekipi gradualisht jam i bindur që po i kthehet aty në fillimlorëve të bukura të sezonit, por i vetëm problem që kena pas gjatë këtij sezon, mendoj që është damtimet e 5-6 vetëve që kanë zgjat pak a shumë kanë zgjat një farë periudhë dhe të mund të lush me 5-6 vetë mangut nuk është e kollajt për asnjë ekip, por ata gradualisht janë kthy dhe javën tjetër 2-3 probleme të vogla që kena me dëmtim uroj që të kthehen edhe ata dhe ekipi të jetë i plot. Besoj shumë që jena në rrugë marë, po të shohim javë mas jave. Përmendën dëmtimet, si është situata Dros? Minutazhi po mungon prej kohësh. Drosi ka pas dëmtimin më të vështirë dhe më të gjatë, do të thosha, por javën tjetër jam besim plot që të kthehet të bashkohet me skuadrën. Profesor, një javë stërvitore mes Velipojës dhe Shkodrës, një eksperiment që Vllaznia kanë me Velipojën, e kënaqur? Unë jam i kënaqur me stërvitjen e tyre me trajnerët, me stafin dhe gjithë me përkushtimin e tyre maksimal që kanë pas gjithë këtë ditë. Na kena shkuar në Ulqin, kena shkuar në Velipojë, çdo gjë bëhet për të mirën e skuadrës. Unë jam shumë i kënaqur te përkushtimi i gjithë secilit. Ato e dinë çdo gjë që rruga është e vështirë, neshit merren 1-1 dhe uroj dhe besoj shumë që në fund dalin faqebartë. Sa është plotësuar organikën e skuadrës Arbia e Kevin Lodajt, profesor, dhe a presim ndonjë surprizë minutat e fundit? Unë besoj që Doda e ka forcu organika ka në fort thëmë drejten dhe Doda është gjithmonë një armë plus më shumë pasi është djali i shtëpisë dhe njohim me detaje, besoj shumë që do të ndihmojnë deri në fund. Unë jam besim plot që organika e Vllaznisë është e plot me përballu këto 4-5 muaj që kanë me deri në fund sezonit. Mund të ketë një surprizë minuta fundit, por besoj që kjo është ekipi që do të përballojnë sezonin. Do të jetë me skuadrën Doda në Durrës? Besoj që po. Minutat i din trajneri dhe unë besoj që po do të udhtojnë bashkë me skuadrën. Vllaznia rikthehet në vendin e parë. Besoj që tashmë detyra e saj është për mos e lëshuar në vendin e parë. Është e shprehja që është shumë më vështirë me marrë se sa me arrit. Na dina që kena luftë fort përpara, javë mas javë. Kam thënë dhjetor që kena kanë disa pikë mbrapa që kampionati nuk fitohet në dhjetor. Tham prap që sot që jena në vend parë na dina që prap kampionati edhe në janar nuk fitohet. Ka ndeshje shumë forta përpara, gjithë jena të vetëdijshëm. Do të bëjmë smete me maksimumin deri në fund. Jam shumë i kënaqur që jena në vend parë, por do të bëjmë çmos që më majt vendin e parë. A ju pengon pjesëmarrja në kupë në realizimin e këtij objektivi kryesor të skuadrës? Nuk besoj se ne kanë asnjë gjë, pasi Vllaznia ka kontingjentin e duhur që me luftu për 2 trofet, qoftë për kampionatin, qoftë për kupën. Kena shumë besim të djemt, kanë bë mjaft mirë deri tani dhe uroj dhe besoj që do të bëjnë mjaft mirë deri në fund. Vllaznia ka kontingjent të mirë për me përballu të 2 kompeticionet. Mungesa e Xhinit në mbrojtje, sa ndikon? Xhini është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne, por megjithatë Vllaznia e theksoj ka lojtar që me kompensu mungesën e Xhinit dhe besoj shumë që do të bëjnë më të mirën e vet dhe ekipi do të marrim atë që kërkojmë. Duket që gara do të jetë shumë e fortë mes 3-4 skuadrave të para. E dina jena koshient, do të jetë garë e fortë, do të jetë luftë deri në fund. Uroj dhe besoj shumë që na tjena skuadra më mirë në gjithë tjerët.
Boshi ka bërë mjaft mirë javën e kaluar në bankinë, por shlyerja e dënimit për Edi Martinez që është shkritur në skuadër, është një frymë me pozitive. Normal gjithë kanë bërë mirë, por Edi është lokomotiva që tërheq këtë skuadër dhe është shumë i domosdoshëm në skuadrën tonë. Besoj shumë që bashkë me djemt të bëjnë më të mirën dhe uroj dhe besoj shumë që në fund buzëqeshim. Skuadra ka për 3 pikë në Durrës me një Brazil, mund të jetë i kënaqur Brazil? Gac na shkojmë kudo për 3 pikë. E kam thonë vazhdoj ta përsëris, qoftë këtu në fushë tonë, qoftë jashtë, na shkojmë për 3 pikë. Vllaznia është emër shumë i madh dhe as kërkon nuk shkon për barazim, por gjithmonë për 3 pikë. Ka raste e arrin, ka raste nuk arrin, por objektivi vllaznia do të jetë gjithmonë për 3 pikë kudo që luajmë. Profesor, me fiturin ndaj Dinamos, besoni se vllaznia ka kaluar ngërçin psikologjik të paraqitive në transfer të rezultateve? Unë thash problemi më i madh i këtij sezoni janë ata një periudhë po them rreth 2 mujorshe për mungesat që pat me skuadër. Unë besoj që ngerçi dhe çdo gjë, nëse quhet ngerç, unë besoj që nuk ka pas ngerç, por kanë mungesat që kanë ndiku dhe besoj gradualisht me kthimin e tyre vllaznia është në rrugën e duhur, por e theksoj gjithmonë me këtë por rruga është e gjatë. Profesor, një pyetje personale, në aspektin personal në detyrën e drejtorit. I kënaqur si përshkon sezoni bashkëpunimi me stafin teknik? Normalisht. Me drejtues të klubit? Normalisht, qysh të presidentit, të trajnerit, të stafit, të lojtarëve, dhe gjithë bashkë me stafin mjekësor, besoj që kena marrëdhënie mjaft mira, gjithë po bëjnë maksimumin që ekipi me pas sukses. Për edhe presidentit, të trajnerit, të lojtarët, të stafit mjekësor, gjithë bashkë, jena besoj kompakt me bëmë më të mirë dhe me marrë maksimumin për vllaznin. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.